Ja ku jemi në pjesën e dytë të emisionit. Në Prime Vesh çdo natë bashkë me Shëndritin po e përmendim rëndësinë e pjesëmarrjes në Expo Diaspora Panairin. Sot në këtë të diel kur familja jonë po transmetohet, janë duke u bërë edhe prekjet finale të çdo gjë të organizimit. Nesër vetëm bëhet hapja zyrtarisht e Panairit Expo Diaspora. Normalisht jemi shumë të lumtur që kaq shumë biznese kanë aplikuar dhe kanë sjellur shtandet e tyre dhe ala më të lumtur do jemi që t'ju kemi pjesë të Panairit si vizitor, pse jo edhe me kriju bashkëpunime. Normalisht për ma informu publikun, neve dhe krejt juve që po na shikoni, kemi ftuar sot koordinatorin e projektit, koordinatorin e Panairit, ai i cili unë shumë shpesh i tham jetë si biber, sepse gjithçka den, gjithçka bën ka pak, edhe është gjithmonë aktiv, edhe paradite dhe mazite dhe shet gjithmonë aty. Najherë pak më ba nervoz kur ke shumë. është Alban Skona, miku jonë. Mirë se erdhe Alban. Mirë se gjitha Sara. Vens me thonë ti Sara, falenderoj që po keshe, po jap energji pozitive dhe punë po të bëj nervoz. Po është nervoz la bashkë kur kesh njëri. E di, kjo është fakti më i mirë i mundshëm që dikush mundet me sjellë në kolektiv, po ti po kesh shumë, po pse me kesh edhe mua dhe po zgjat shumë tani e kesh. Ja, tani po harrojna me punu. Është interesant kjo para se mi ajo që kur kesh unë keshin krejt. Kjo e vërtetë është. Tani se qesh më janë pishtenje të tjera. Inshallah nuk vjen që tash me kesh se keshin edhe ata që vëna këtyr. Shpresoj që shumica e publikut më veç e ditë domethënë se shumë tam. Okej, Sara, unë pëlqej domethënë mënyrën se si e prezantova dhe si e bone. Faleminderit edhe për Prime Vere sepse çdo natë jeni e keni promovu Panairin, dhe më thonë Expo Diaspora 2026, ku edhe i keni ftu të gjithë mësafirt, dhe më thonë që i keni mësafir jo në emision. Kjo ka bo nështa edhe ma të letë këtë punën tonë të i bo, sepse duke pas një mbështetje të madhe, dhe më thonë Panairi Expo Diaspora 2026, që ka një farë mënyre mas vetit komplet televizionin kanal 10, ka qenë e letë më punu me një ekip kur është profesionale, kur është e mirë edhe kur e din që ka dënë. E mira e këti Panairit është që ka mu bashkëdyzu një parë forme në muajin gusht vinë të gjithë mërgjimtarit. Edhe pjesë e Panairit janë, dhe më thonë, dikur 30 biznese të ndryshme, dhe më thonë që jena... Ka më shumë vendore, apo më shumë nga diaspora? Kryesisht janë vendore, kemi edhe të jashkufive të zona shqiptare, sepse mendoj që mërgata e cila vjen, dhe më thonë, eshe më afër se qëfar po bo, dhe më thonë, në një Panair të tillë, me 30 biznese, eshe atë se qëfar i vynë atyne. Ky Panairi i prek disa fusha, janë, dhe më thonë, 30 biznese, nësë unë po hitash me njerë me folë për biznesen. Për çata edhe jemi? Po, edhe jemi këtu. Edhe e kemi pas të letë, sepse kur fillon pak ma herët si punë, si proces, na këna vazhdu, dhe më thonë, tash mi bje një 2 javë ma herët, këna kërku që, dhe më thonë, me qenë shtandet e montume, mu bo për ekipës, dhe më thonë, që i kanë bo të gjitha... Unë e lusë regjinë, ndërko Albani po fletlet nga vendosën... Ndërko, janë disa pamjet të ma hershme që janë bo, se këto finalet i këna lonë ekskluzive për mu qelë për finale. Pa tjetër që do jemi atje. Atje do jemi të gjithë sanës. Tu dhe më thonë, kur ka fillu mu bo që i kanë pru njerëzit shtandet edhe disa pej roll-up-e, janë bo, janë regullu, janë bo dhe është, se cili biznes është telefonu, ju kanë jep dimenzionit, ju kanë thonë këta që miliona ata me u ekspozu në mënyrën që shdojnë ata, mas mirëti. Se cili ardi i ka marrë dimenzionit, i ka pas dhe me thonë edhe dizajnirat e vetë, qofë printin, qofë shtypin, qofë ato, ku në një hapësim të madhe, ku ekspozohen dhe me thonë rreth 30 biznese, ka qenë e pa mundur dhe me thonë me shtima shumë biznese. Kërkesa ka qenë shumë e madhe, mirë po vendit i kena pas pak shumë të limitume, sepse ju kena ik atyne hapësirave të ngushta të bizneseve, që kanë qenë për para në Panaire tradicionale që unë po ma herët. Sot ka ndru sistemi Panaire, si në Kosovë, si në rajon, si gjithë kënd tjetër, po mbahen shumë Panaire, dita ditës po vinë dhe po bonë ma të mdhaja. Po du me ditë për ata që po na shohin, me që nesër vetëm edhe zyrtarisht hapet Panairi, cilat janë kategoritë e bizneseve që kanë shtandet dhe që prezentojnë veprimtarinë e tyre në Panair? Okej, prej prodhimeve të ushqimit, deri tek fluturimet mbi sjellë. Është marrë, domethënë... Unë po viçanej. Po, Nile Ramani, domethënë, është e këtyne që ka, domethënë, prodhues të ushqime, prodhues vendor, të cilët, domethënë, japet mundësia gjithmonë të jenë pranë njerëzve kryesisht kësaj i dedikohet më shumë mërgatës. Pse mërgatës? Sepse ata e kanë muaj ngusht ku
të gjithë janë Kosovë. Na për mërgatën s'kena mujta sytë mi qelë, më prendrojnë, sepse me vitet të tëra e dina në kohët të vështira e kam bajt Kosovën, qoftë në mënyrë financiale, qoftë në atë morale, qoftë në atë shpresin që ja o ka jep, dhe kemi sot, dhe më thonë, që kjo Kosovë e lirë, e mirë, në ku Prishtina Malli është destinacioni i të gjithë njerëzve, neve hapëm dyert për ta që kur të vinë për ndonjë shopping, do më thonë të kalojnë edhe një pjesë në hapësirat e ekspozimit ku bëhen këto. Laramania e biznesit është ndryshme kur ta shpi prodhimi deri në fluturimet, ka agjencione që kanë aranjmane për jashtë vendit, brenda vendit, si dhe do më thonë ndërtimit, fusha do më thonë të menaxhimit, të estetikës, ka të mos t'i përmendi se me haruna e njoni, po, ka dhe shëndetësore, se atin e haron dikant tani atin po prekët atin, kështu që nështë ta është mirë marrë se cili person në Prishtina Mall, nga data 3, 4, 5 gusht. Po që do të qëndrojnë shtandet e hapër deri me 18 gusht? Po, deri me 17-18, do t'jeti i hapër kështut për të gjithë njerëzit. Kryesisht është fluksi më i madh në këto 3 ditë, sepse në këto 3 ditët e para janë edhe personat përgjegjës të biznesit ku konsultohen, ka investitorë që vinë, dëshirojnë dhe më thonë për mu zgjanu si biznes, për në bo dhe më thonë ka takime të ndryshme që mba në panajër, po me gjithat është perfekt. Mos me arru me cek Alban që kë panajër, dhe më thonë Expo Diaspora, krijoni mundësit direkte të bashkëpunimit, të prezentime, të veprimtarisë, të produkteve, të shërbimeve, të bizneseve, dhe ajo që ka është shumë rëndësishme, krijoni mundësit direkte për me pa një audiencë ma e lartë, marë parasysh që televizioni Kanal D du ta përcjell në detaj të panajirit, në këtë rast kretë bizneset që prezentohen aty që takohen me zveti do të kenë mundësi të kryojnë bashkëpunime në investime të ndryshme qofshin nga Kosova në diaspora apo anasjetas, përfaqësimin e degëve të ndryshme, marrjen e përfaqësive, e shumë çka tjetër që ndoshta është si një dritare e mundësive edhe për ata që kanë kokë një biznes, po hala se kanë qitë ndritë qatë biznes. Shohin fryma ndryshme, pse jo ndajnë mendime. Po saksisht, kryesisht, dhe më thonë, bohen është sakë që që to bohen pikrish për qëtë arsye. Dhe më thonë, ka të ndryshëm, investitorë të ndryshëm që e shohin, dhe më thonë, një produkt që është brenda në shta panajirit dhe dëshirojnë me zhvillu edhe në mërgatë. Ka shumë lidhje që bohen, dhe më thonë që qelen përfatësi ose diçka tjetër, dhe më thonë filiala ose si do që të quajmë, dhe më thonë që ne shqiptarët mundemi gjithë shka të bëjmë bashkë. Kur jemi të kjo qasja që e tregove edhe te, pse Kanal 10 është aty prezent. Ne kena bo edhe një hapsin, një kand, ku ka me qenë Kanal 10, Radio 10, Gazeta 10, e kretë këto ku gjatë ditës do të gjirohen, do të intervistohen bizneset dhe do të japën mundësi që personat të cilët nuk janë prezent në shta live, se ndryshë është ndjenja kur të shkanë me një panajir live dhe ishe sanët, unë i përcjeli shumë panajirit edhe i kom qep, dhe shta deformimi profesional për me pa që ka bo dhe cila është risia e radhës, inovacionet e fundit, po aty dhe më thonë do tjesë do të intervistohen personat të cilët janë pjesëmarrës panajir. A është pjesë e pakës kjo Alban, e shtondeve? Na jo këna mësu biznesit, një biznes të cilët ti i ofran mundësi për me marrë pjesë në një event të tillë, në një panajir, si që është Expo Diaspora 2026, më thonë, ju kina epë edhe kohën televizive. Sot në botën e sotit është shumë e shtrajt koha televizive. Abdin sepse në televizion sekundi është shumë e madhe, dhe na ja kina epë këtë mundësi, që dhe më thonë, në përmes televizionit të prezentohet produkti, edhe para audiencës, edhe para njerëzve, po edhe në përmes ekranit televiziv, ku ajo storje dhe më thonë shka në portale, në YouTube, në kretë platforma që i posedon Kanal 10. I shkon mirë në Prime Ver me ardhë, me u lidhë, me bo, sepse është një mundësi hala ma e mirë. Aty diaspora janë shikus të anë të regull në zonati, falenderojmë ata. Nëse të kujtojt, sa për vjen tash se më thonë sot e dile, më thonë të hanët martën kër e patëm lidhjen prej panajirit. Dhe pjabë i thash paramendo, thash kur të bojnë atash lidhjen tjetër, kur është e mësht. O zëtë sa bukur ka më duk. është e bukur, unë po më mendoj që kena mja dalë shumë mirë edhe shumë barë kësaj ides të
të cilën, dhe më thonë, është viti 2 që po bëhet ky panajër dhe mendoj që ka me pas një vazhdimësi. Atë nësot është nështë koordinator Albani, vitin tjetër mund me qenë dikush tjetër, mandeni dikush tjetër, mu shtu ekipa, mu rrit hala, mu zgjanu si koncept, si ide, nështë edhe si hapsin, me pas një hapsin matë madhe. Mirë po, e mira është që po më kam pëlqy, dhe më thonë, komunikimi me biznesit. Kanë qenë shumë të afërt, shumë real, edhe të kënaqur me ata që përpara në panajire tradicionale është bo, si me thonë, sot kam përfundu rregullimi i shtandeve dhe nesër është bo hapja. Edhe krejt njerëzit i kam pas vis 24 orë për e mujtë mu brendu, mu rregullu, mu bu ketë komplet. Edhe ndërsa na e këna dhonë që të hapsinën që ja këna lonë dikon nja 10 dit i kam pas të mjaftueshme për me mujtë mu brendu, mi rregullu sanat, edhe marrë, mi këqyrë ma prafër vetit. Ajo që ka përdu me pyte dhe që besoj që është një interes të atyne që përnashojnë, është që panajiri do t'jetë i hapër në orët e paradites, do t'jetë gjatë gjithë ditës sa është Prishtina Mall e hapne, që që keni mendu orarin, prezentimin, bizneset që do t'i kenë personat përfasus që do t'i jenë prezent aty? Shumë pyetje e mirë dhe shumë pyetje me vend. Falë. Ideja panajiri dhe me thonë hapja do t'bot në mesdit, me datën 3, ku do t'jenë tëftuar shumë persona, shumë media, sepse është hapje dhe në hapje është këtë ndryshme, dërsa panajiri, orarin e punës ka me pas nga ora 12 deri në ora 9. Këtë më ka më thonë pse kjo orar. është një orar 8 orësh fleksibil i punës, sepse secili biznes ka me angazhu persona që kanë me ndajt aty. Edhe kena marrë një pjesë të orarit, nëse kam i dërgu 2 punëtorë që i ka aty, mos milion të nditën, si kur që shkanë qenë matretimet e me hershme me najtë 12 orë, 13 orë, tash dhe më thonë e ka një orar prej 8 orësh që dhe më thonë vjen aty. Nga ora 12 dhe ora 9 t'i bjen 9 orë, po logaritë dhe një orë pauze që del. Edhe se cili njeri, qendra tregtare hapet nga ora 10, është një kohë që dikush pejnë kafe një sanë, dhe prej 12 është tamam ajo koha ideale që deri në ora 9 mbrëmje ka sa dush kohë marrë për me vizitu. Edhe është fluksi më i madh i qytetarëve në atë kohë që vinë me hongër, drekën, darkën, shopping, do të thonë është orar ideal. Ideal për ata që do të thonë as mos me maltretu ata, as këta do të thonë secila palë me qenë okay. Në cilën hapësirë të Prishtina Mall është kjo? Kjo mbahet në Prishtina Mall, është në katin e dytë, Flori Galeri, është një pjesë dhe në anën e djathtë është kjo Flori Atelier, që është ku aty ka më mbajt. Lëmi pesha dhe në storit që dhe më thonë po del kjesane, po gjithë shka dhe më thonë na do t'jemi edhe në emisionet e të tjera. Me zisë përpresë edhe me intervistu edhe me po, se është një ndjenë shumë krenarie, kur shenë në ngjarje ka shtë mëdha e biznese, që në krye kanë burra dhe gratë të cilët kanë punuar gjatë për me arrit deri aty ku janë, edhe që mund të me qenë shembull për të tjerët, por ajo që ka shumë rëndësishme sepse gjithmonë po e theksoj edhe në Prime Ver edhe këto, se sot e përmena për herë të parë në familje unë Prime Ver, s'di pse se pas na përmen kur. Hera e parë që po flasë për Prime Ver, për ndryshe, Prime Ver është emisioni Verës që shkon të... Sara edhe Prime Verës? Po ju motra jem është atje me Shëndritin. Sa ti ma flok të gjata, po të shah. Atje flok të gjata. Që ja nisi me kesh. S'nalet ma, u kry që flason e Ventina. Shikoj të ndërruar edhe për juve një busqeshje e mirë. Kjo është e qeshura e Albanit. Që njëm krejt zyra dhe duhet me ndërprej. A di si aja alarmi prit një vishpak, sa Albani është të kesh. Okej, ma harrove mendimin. Jo, nuk të harrova mendimin, po ke të thonë që, dhe me thonë në Prime Vere që për përdor, që ta hera parë në familja jonë. Isha të thonë që gjithdo herë po e theksoj me dhe andej, po e theksoj edhe këto panajire të tilla, me kash profesionalizëm, me përgjithësi të lartë të organizimit, që ka një mëri njerëzësh që janë mrapa organizimit edhe që është bani punë shumë e madhe me javë, që nesër me ardhë pran jush, është edhe një mundësi e mirë edhe për ata të cilët nuk kanë biznes ty në heq. Vinë, e shojnë bizneset, kryon kontakte, pse jo, do me thonë me që Albani tha ka shërbime shëndetësore, financiare, turizëm, që kretë si majtë amen, kretë këtë lëmi, i ndihmojnë njerëz edhe me zgjënu diapazonin e të menduarit, e të krijuarit, edhe pse jo, ka njerëz në diasporë që kanë bizneset të ne, që mund me bë një lidhje të bashkëpunimit. Kjo, po besoj është një prej qëllimeve kryesore, pse quhet Expo Diaspora. Po dhe që ajo, në ka njerë të këma bë njerëzit edhe sa shumë jetë të potencu qëta që puna e diasporës. Po, është. Unë e shoh një impakt tjetër. Unë nuk e shoh që
vetëm sa ata po vinë edhe pse u bojnë sane. Çdo person i cili vjen në Kosovë, minimum ka me harxhu. Ka me harxhu. Minimum 500 euro, 1000 euro ka milion Kosovë. Për Kosovën është shumë hyrje. Unë e llogariti impaktin. Ka një herë edhe kur bisedojna me njerëz, kur thom atin që do të mu angazhu njerëz ose persona, unë e shoh për shembull sa rroga je personi. Unë e kam qatë impakt me pa, do me thonë sepse qatë familje u shqehen të ke fundit. Ne na mësu pak me kritiku, ja, po se që erdhe ne pe boj një të lovije që komunikacioni po vlën sa ne pobre, a pëtën dyqysh, ata janë pjesë e jona. Unë pëthuj se kam shumë pak veç, janë në mërgat të familjes, kryesisht në Makrena dhe në Maqedoni, po dyqysh unë shumë i du kur vinë. E ka dyqysh një farë shëhreti veni, dyqysh ku është një farë ngrëtësie ma e madhe, dyqysh edhe me gjithat i bojnë dhe farë shkelje, sane po jo, ma, na i bojnë së të se na shqiptar, jena shqyqyra. Në banë tash bona emocionale në këtë temë, po unë ka gati 30 vite që gushtin e pres, fatmirësisht tash ka ndru, po vime dhe ma shpesh për shihemi, po ka mbi 30 vite që gushtin e presim kështu me sy qel, nuk flejmë për gëzimit që vim bashkohemi, dhe me thonë nuk du as me punu as, është pjesa që e shiaj mas shumë ti, edhe tash ka ndru, për shambull Prishtina të ketë na ka mundësu që me udhëtu ma shpesh, me qenë ma ofër janë i tjetët. Albaskaj, Prishtina të ketë, dhe me thonë, janë të dyja që janë pjesë e Panajirit. Po, janë pjesë e Panajirit. A mund të zbulojme dhe ndonjë biznes tjetër, Alban, apo se si shkon rregullat se di? Është PFP, agencioni i marketingut i cili e zhvillon këtë Panajir, e ka punë bashkëpunim me kanalin 10. Qa kësha zbulu diçka tjetër, e kësha zbulu po mos po nartin. Ka shumë, ka dhe prodhues të pijev, ka dhe me thonë agencione tjera turistike për aranzhmane jashtë vendit. është një biznes që më ka pëlqyer shumë, i cili dhe me thonë e bën është për shëndetësi, dhe me thonë kujdes shtëpijak në për shtëpija. O, sa mirë. Edhe kur ka qenë pjesëmarrja ati, e pash si emër si biznes, Pitex, edhe adin po konsultojme etapja ojta, është edhe në shërbimet e juaj, asane po më tregojnë. Ta shpandu sa e rësishëm për mërgatën. Pse? Vjen Panajer, e shenë një brëshur, një fler, edhe mënët, që aty me bo një loj marrëveshje që ata mu kujdes për prind nëse i ka në mosh. Edhe i ka në Kosovë, ose për familjar. Dhe Spitex janë një prej më profesionistëve që një. Të ndryshëm. Tani qëfar kemi? Kemi, dhe më thonë, kemi një biznes që është, dhe më thonë, për eSIM, dhe më thonë, për internet në krejt botën, ku ka, dhe më thonë, njerëzit kanë me mësu pako të reja, informata tjera. Tani që kena tjetër, e kena një biznes që ju në Prime Ver, jep një dhurata. Ta shë në zbukëzim e thotë se japim shumë dhurata. A të rëzikoja dhe se të? E ta shdu, mënësh një asjelu, po hajtë për talu të japja. Piano parfym? Po dhe piano parfym është. Atë se që tash më kujtu dhe me thonë që pi jep një mësafirve në stop dhurata. Dhe është aroma me mirë, pas ka me mbizotru aroma e mirë në Panajer. Edhe sot pikrish dhe me thonë ti kumpru këto ftesa, edhe pësë është dhe me thonë edhe një ditë përsane, që ti sonte, kur del, dhe me thonë diri nesër, kemi ftu qëta persona se i ki dhe me thonë për qefi. Absolutisht, edhe pak po mdoken, se kam shumë njerëz që janë të interesuar për Panajer dhe njerëz që më kanë pyet. E lusë cila nga mirë është më shumë mundësi kjo këto. Kjo është një ftesë, unë po juftoj me këtë ftesë të gjithë juve që po na ndihni me qenë pjesë e Panajirit me 3, 4 dhe 5 gusht, në ndërkohë mos harroni që shtandet qëndrojnë të hapura deri me 18 gusht, por është mirë me ardhur të paktën 3 ditët të cilat i përmenda që të takoni përfaqësues të këtyre bizneseve, të merrni kontakte, të krijoni kontakte, të krijoni bashkëpunime, njohuri më shumë rreth këtyre bizneseve. Kështu që ju presim, Alban, patjetër që ty kemi me taku aty. Po mu më takoni aty, sa interesant sa ardhë dyqysh se kur illa këtu në emision edhe ula. Mos thuj diçka që du të vekesh. Jo, unë shikoj shumë emisionin, dhe me thonë, përpara si shiku se kom pa emisionin tënë, familja jonë, tani si pjesë e kanalit 10, dhe me thonë të qenë prapa skejnë gjithmonë sana, dhe kur ullë që njerëzit të isha ku që shporina ata, po koncentrohen të Sara, atë po livrisin heq. A përte në qysh ka njerë, dhe në më nësha që sana, dhe tani e pash. Në epizodat e ma hershme njerëzit nuk kam pa në kuzhin, tash po më shojnë këto, të folë për këtë eventin, shpesoj që është një knatësi për me ardhë, mi da,
Sukseset e televizionit, sukseset e njerëzve, diçka që ka nevojitet publikut, është e mirë të qysh kur ti i diskutan, po i diskutan në atë mënyrën shumë thjesht edhe shumë normale. Po, Alban, ka shtë thjesht e kam edhe këtë pyetjen e fundit, sa unë përbesoj që po më duke si pinia në ta që na fikshyrën prej shtëpia, vete, a ka dhe mundësi ad hoc që se pas nga ditu në për shembull për kuku për neve, kuku nuk nalet ma. Qërë ato këtë s'falli, po që shto t'ja mëne. Këtë e përjetojmë çdo ditë dashur me, po me të vërtet e shijojmë shumë. Dhe njëherë, të lutem bëhu serioz. Alban, a ka mundësi dikush që s'ka ndëgju deri më sot për panairin, po na ndëgjon në këtë bisedë edhe nesër po do më marr me sjell shtandin e biznesit vet. A ka ndonjë marrëveshje gjatë? Sa e vështirë kjo. Edhe par dia më ka thënë një person. Nga thonë qysh më apo dyqysh për marr se kam një produkt atë shusane. Ja kena bo një ven, Sara. Po, ja kena bo një ven në bashkëpunim me një biznes tjetër, i cili dhe më thonë në fund e pa që shtandi tina është shumë i madhë. Po, edhe tha, një moment ka qenë, po thëmë, qërë kur është fati edhe energjia për dikan, kur dënë me gjithë shpirt. E thash, shumë i madhë kjo, edhe unë pja bëj thash, po në regu thash, po është e vërtet sana, tha, dyqysh t'i shkon, veç edhe dej që to, tha, adin se e përthekoj shumë mirë. Edhe pja bëj thash, a bon, thash, që shtu thash se e kom një kërkes, dhe më thonë, në sekonder dhe në krejtë sanet. Edhe dhe më thonë, fati tina ke që bo. Menoj që nëse është biznesi interesant, edhe nëse një me e ka shumë të duhur me qenë prezencë në një panair, si që është panairi Expo Diaspora 2026, me një pritshmëri të madhe të vëllumit të njerëzve, kërkesa që kena sepse pa ndaljen të shumë njerëzit në rrjetet sociale, nga menaxhmenti që po e kuptoj, janë shumë kërkesat e mëdha. Besoj që kisho mujt për me bo një hapësinë. Nuk është kësa do ku do e madhe. Po si do qovë një zgjidhje prezentuse me qenë e vogël. Me qenë pjesë e sajna po nëse për një me i vynë i biznesit, mja jep një shtytje, një boost, që aj me qenë prezent atë, që se na edhe paka shumë disa biznesevi edhe ju një mojna. Disa janë që me nëzispresi në marë pjesë, po disa edhe dëshmi një mu. E bojna na i shrim, hatëri jëtë, që po ma bën këtë pytje 24 orë marët. E që përta dha dhe një propozim, një ide, menoj e mirë, kiko 24 orë, për ata që për një mes ju bohet hapsira, se s'ka ma vend është mbush, se s'pja jep një edhe një mundësi, pësojnë e publikesh këta, që le të vinë panair, ja bojmë një intervjist në Kanadit, ja publikojmë intervjistën, edhe është një prezentim i biznesit pa shtanë. A po të pëlqen ideja? Perfekt, Sara, shumë mirë. Të qaj shtandi që aty ku është, në të të përja bëjë atë se kanë marrë me, dhe më thonë, jenë dikush për televizionit, jenë, dhe më thonë, gazetarë që vinë, kanë me bo storje sana, dhe dikur tu menu, që aty me prezentu, po pra? Thash unë ashtu kështu ka me qenë aty, thash, pëse unë si maj qëto, ashtu shtu jëmë kohën kontakt me qësa persona, kështu që kur jam i pashëm, i bukur, mi di me folë. Ta shumë tine mu me kishë. Ta shumë avojnë kolekcja, janë një si këtë lidu vetër. E meritan. Po, me gjitha du me thonë me qenë që aty, po është mirë. Po, ide shumë e mirë. është ide e mirë sepse për dërisa e kena bojë që ta lidit direkte, dhe me thonë me biznesin me sane, po, mund të më ardhë, dhe me thonë me tregu produktin e vetë, me bo prezentimin pëse jo, dhe me thonë gjdo ide, na do të më shty për para. Bravo, po më përqen. është shumë e mirë. Alban, do të shihemi pa tjetër nesër në Panair, me shumë knatësi do të vidhe, do të jem pjesë e Panairit, pëse jo, me kryu edhe unë e lidhje me kretë ato biznese si biznes i produksionit familja jonë. Po, gjithmonë edhe ki nevojë edhe për bizneset reja, dhe më thonë për emisionin ki nevojë edhe për me ndru skenën. Spitex, pritëm, ku je? Edhe ki nevojë edhe për pak me ndru dhe shumë të skenën sana, tash me skemën e re programore. Veç e di që e lodhë shumë shtë dit, meru me Panair, meru me Kanadit, meru me Prime Ver që për ndryshe, qëta ka më mbërti shëndriti. A e dini e hija e barë, ftyra e barë në Prime Ver, kush është? Mos ju trega. A jo, a? Jo, mos ju trega. Se me një emision e zbulu me emrin e ti. A po, a? Po, emrin e ti e ta me zbulu. O, zotë edhe 3 pas, na një për veti, një për ty, një për nesër. Ftoj ten farmen mës me më këshur seri, po me ma dërgu edhe një, se nuk pas në ma. Po, i pas ka argjita, breqka që këfilt. Tonë këtë energji, Alban nuk ka ndryshe, për kretë ata që përna shojnë, edhe Albania dhe unë edhe kretë na që punojna ma shumë se 8 orë, ma shumë se 8 orë, zgjidhen e vetë me kena normalisht mere një paradite, sepse
ata që dojnë me flajt heret mundin me pas probleme me pagjumësi nëse marrin orët e mbrëmjes. Kështu që merreni paradite për energji, për fokus, për koncentrim, edhe nuk ka asnjë efekt ansor që mund t'ju dëmtoj diçka. Po, kur është fjala e fokusin nuk e ka për kamermanat për fokus. Jo, kamermanat kanë fokusin këtë manual. Fokusin e trunit. Për fokusin e trunit. Një suplement i vogël që ka një ndikim shumë të madh. A figja që ja? Po në pjena e kryva, që me bojë zotë. Së në marrë asë janë një se më shkri. Tash me bogzuar, po nejse e pitit. Alban, faleminderit shumë. Faleminderit Sara që shumë kënaqësi që po ata. Ishte kënaqësi edhe jam me qenë domethënë pjesë e intervistës tande në familja jonë. Një prej emisioneve të preferuar të Albanit, se gjithë ma thotë. Po, dhe unë i ftoj të gjithë personat të cilët jënë të e pasë të emisionin, që nesër të marrin rrugë për në Prishtina Mall, në katin e dytë, në afër galerisë Flori, është Expo Diaspora 2026, dhe të vizitoni të gjithë pjesëmarrësit të cilët janë prezent me shtandet e tyre në Panairin, të cilin me kemi organizuar së bashku me Kanal 10. Edhe një gjë shumë të rëndësishme pas në haru me të pyeta, është me pagesë? Jo, Sara. Jo, pjesëmarrja është, domethënë hyrja është free. Edhe e shijoni këtë, faleminderit shumë Alban. Prej Albanit do të shkojmë bashkë te rubrika e kuzhinës, ku do t'i kombinojmë rubrikën e magjikëve të vegjël me kuzhinën, sepse prapë edhe këtë javë kemi një fëmijë të vogël që do të vit na gatuaj.